890 euro metri katror, 207 metra në certifikat pronësie. Kemi 2 apartamente për shitje, njëri apartament 2+1 dhe njëri apartament 1+1. Këtu ndodhemi në zonën e Volgës në qytetin e Durrësit, pranë pishinës. Jemi në një pallat 3 katësh pa ashensor. Këtu ndodhemi tek balkoni i apartamentit 2+1, ku kemi pikërisht këtë pamje. Balkoni është goxha i bollshëm, në të cilën kemi daljen tek dhoma e gjumit, njëra nga dhomat e gjumit, pra dhoma e çiftit. Këtu kemi një korridor të vogël ku nga ana tjetër kemi tualetin. Nga kjo anë kemi dhomën e dytë të gjumit. Dhe në hyrje të apartamentit është pozicionuar pikërisht ambienti i ndenjes me ato të gatimit. Ambienti i ndenjes gjithashtu disponon këtë fasadë xhami tepër të boshme që bën të mundur që apartamenti të ketë dritë e ndryshim natyral gjatë gjithë ditës. Kjo është hyrja, pra dera e njërit prej apartamenteve, apartamenti 2+1. Këtu është një derë kryesore që bën të mundur lidhjen e apartamenteve dhe përballë kemi apartamentin tjetër 1+1. Edhe këtu e njëjta gjë, ambienti i ndenjes bashkë me këndin e gatimit, një korridor të vogël, dhoma tjetër e gjumit, e apartamentit 1+1 dhe tualeti. Edhe këtu tualeti është me dritare. Pra, bëhet fjalë për 2 apartamente në shitje, njëri 1+1 dhe tjetri 2+1, 207 metra në certifikat me një çmim shitje 185.000 euro të 2 apartamentet bashkë. Por gjithashtu mund shiten dhe veçmas, por kanë tjetër çmim. Apartamenti 1+1 80.000 euro, ndërsa 2+1 125.000 euro. Për gjithë ju që po kërkoni një pronë të tillë në këtë zonë, qoftë për investim, për ta rishitur, qoftë dhe për të lënë me qira, mos hezitoni të më kontaktoni. 890 euro metri katror. Ku do gjeni vend tjetër? Ju mirëpres.